Deputeti i Partisë Socialiste Erjon Braçe ka reaguar pas publikimit të lajmeve për një përplasje mes tij dhe kryeministrit Edi Rama gjatë mbledhjes së grupit parlamentar socialist. Ai cilësoi këto raportime si pjesë e një përpjekjeje për linçim politik dhe mohoi versionin e publikuar për largimin e tij nga mbledhja. Kjo është njësoj si teknologjia e vezës, asaj vezës që qellohen deputetët pas një shkak, pa u ditur as emrin një pjese, por është në të njëjtën linjë, synon vetëm linçimin, ndaj është vrasje me pagesë në politik. Dje para se të nisja të flisja, u kërkova kolegëve të mi të mos nxirrnin përjashta asgjë nga ato që unë do të flisja aty. Ja që ndodhi kjo që lexova. Madje është e transformuar. Tani me që dje u mor një angazhim për të bërë shembull njërin ndër ta, që nxjerrin fjalët e shtëpisë për të vrarë politikisht atë tjetrin atje matan. Unë mezi pres që të mbahet fjala, pra të bëhet shembulli. Mua dje nuk më ka nxjerr askush jashtë. Jam ulur sepse nuk kam patur çfarë të them më. E pasi kam thënë aty, e në mbledhjen pararendëse, gjithçka e thon socialistët prej një viti. Kam dalë jashtë vetëm sepse nuk kam patur më çfarë të dëgjoja. Kjo është e vërteta, deklaroi Braçe. Reagimi i deputetit vjen pas raportimeve për debatet e zhvilluara në mbledhjen e grupit parlamentar të PS-s ditën e djeshme. Gjatë takimit, kryeministri Edi Rama pranoi publikisht se ekziston një distancë mes qeverisjes dhe perceptimit të qytetarëve, duke argumentuar se kjo kërkon një qasje të re në komunikimin me publikun. Sipas burimeve nga mbledhja, Braçe ngriti shqetësime për mënyrën se si miratohen emërimet në kuvend. Ai argumentoi se deputetëve u kërkohet të votojnë kandidatura pa pasur asnjë informacion përpara, pa diskutim dhe pa u njohur me përvojën apo kriteret e kandidatëve. Si rast konkret, ai përmendi një emërim në Këshillin Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, duke pretenduar se vetëm pas votimit u bëhet ditur lidhja familjare mes dy prej personave të zgjedhur nga kuvendi. Sipas Braçes, e njëjta procedurë ndiqet edhe për emërime në borde dhe komisione të tjera. Burimet bëjnë të ditur se Rama ju përgjigj fillimisht duke theksuar se përgjegjësinë për këto emërime ua kishte deleguar vetë deputetëve dhe se nuk kishte ndërhyrë në proces. Më pas debati vijoi me tone të larta, ndërsa kryeministri sipas të njëjtave burime i tha Braçes: "Boll se ngelëm duke të përkëdhelur ty." Diskutimi u ndërpre pas një pushimi të kërkuar nga kreu i grupit parlamentar Tauland Balla. Pas rifillimit të mbledhjes, Braçe u largua, ndërsa në reagimin e tij ai këmbgul se vendimi ishte personal dhe jo pasojë ndonjë përjashtimi apo ndërhyrjeje.